Mendon që është realist për Shqipërinë që të flitet për një model 32 orësh ku ne e dim. Ka shumë njerëz që punojnë 6 ditë në javë, ka shumë njerëz që punojnë 7 ditë në javë akoma. Unë do doja shumë të isha në pozita që të flisja në mënyrë më optimiste, dhe këtë po ja u thot një njeri që me ekipin e vet punon prej 4 vitesh tashmë me këtë model, dhe mbaj mend që kur kemi lançuar si koncept kem pasur një oponent shumë të madhe nga tregu, nga kolegët tanë, nga kompani të ngjashme në industrinë, sepse deri diku e shikonin si një lloj si një lloj sfide, domethënë që të gjitha këto pritshmëri që po ngrinin nga punëmarrësi do vinë dhe do na përplasen dhe nuk do jemi në gjendje të plotësojmë. Unë mendoj që ky model pune nuk është akoma nuk kemi akoma në gati që ne ta pranojmë të paktën si një standard një standard kombëtar, pra në nivel kombëtar. Ama jemi në pozita që disa kompani që plotësojnë këto karakteristika mund të fillojnë të eksperimentojnë dhe mund të fillojnë që këtë model pune ta aplikojnë gradualisht në disa sektor ose në disa struktura të kompanive të tyre në mënyrë eksperimentale. Këtu mendoj se jemi gati dhe sinjalet janë pozitive se disa kompani në treg kryesisht disa prej tyre janë ndërkombëtare, pra me një përfaqësi lokale, po kompani ndërkombëtare kanë filluar ta testojnë. Ndoshta jo me fuqinë e strukturës të plot, me një sektor të segmentuar, pikërisht. Pra një departament nuk vjen të premtave, po dhe. Po, ose mund të punojë me orë të reduktuara gjatë një sezoni veror, pra ka pasur forma të alternuara, po kanë filluar ta eksperimentojnë, që është një sinjal pozitiv për tregun e punës në Shqipëri. Po nëse flasim për një standard të unifikuar në nivel kombëtar, unë mendoj që nuk jemi gati dhe fatkeqësisht kjo është një nga ato temat që e ndan tregun, e ndan në dy mendime të kundërta. Se patjetër që është punëmarrësi që gjithmonë se shikon si diçka pozitive në atë balancën jetë-punë, është edhe punëzënsi që është më skeptik sepse lidhet me eficiencën, produktivitetin, me atë që ndodh në ambientin e punës. Nëse do ngasmoj pak tek produktiviteti, në marrëdhëniet që unë kam patur në punën si gazetar, kam mësuar për shembull që krahasimisht me vendet e Bashkimit Evropian, produktiviteti në Shqipëri është shumë i ulët. Po. Jam dakord me ty. Shumë i ulët. Dhe këtë e them, un kam pasur fatin pra ne rrim në punë, po nuk është se prodhon. Ka duk të ndënjur, harxojnë kohë në punë pa punuar shumë. Se kjo lidhet me kulturën e punës, pra në përgjithësi, edhe po thosha që ndër vite në karrierën time kam pasur fatin të jem edhe punëmarrës, edhe punëdhënës, edhe në nivele sipërmarrëse që mund të kisha hapësirë të merrja një vendim të tillë për ekipin tim. Shikon, nga një ditë që janë gati 8 orë që punojësit punojnë, ka statistika të ndryshme vetë pa bazuara, që vinë vetëm me sondazhe, që kemi shifra të egzageruara, 2 orë eficiencë, 3 orë eficiencë, ama studimet akademike të mirëfillta që kanë një bazë shumë herë më të besueshme thonë që nga 8 orë punë diku te 4-5 orë, 5 orë gjysmë në varësi të industrisë është eficienca reale. Që do të thotë nëse kjo eficiencë reale organizohet në mënyrë shumë herë më produktive, mund të arrihet produktiviteti brenda 32 orësh. Por nuk funksionon e kundërta, pra nuk presupozohet që duke aplikuar një model pune të tillë automatikisht do rritet efektiviteti. Është e kundërta. Duhet të ndërmerren disa masa për mënyrën se si është organizuar puna, delegimi i punës, mënyra se si menaxhohet brenda në kompani. Një faktor për mua shumë i etik është akoma në mungesë në Shqipëri marrëdhënia e besimit midis e prorit dhe varësit, që më tej e fundit si masë për të sjellë këtë angazhim, motivim dhe rritje produktiviteti, të jetë aplikimi i modelit të punës 32 orë në javë apo 4 ditë pune në javë. Kështu që mendoj që akoma nuk jemi gati në këtë drejtim. Flas gjithmonë për tregun në nivel kombëtar. Faktikisht edhe unë shumë më tingëllon duke folur që ka disa probleme të tjera, ka disa të drejta të tjera që akoma nuk janë fituar nga punojësit në Shqipëri para se të flasin për një model 32 orësh që kërkon një tjetër pjekuri në punë. Me keqardhje ne për shembull akoma jemi në pozita që kemi të normalizuar orarin të punuarit jashtë orarit punës. Dhe këtu nuk po flas thjesht për një 30 minutë, po flas për orë të tëra. Po këtu më ndjes nëse është problemi edhe i raportit i punëdhënësit që kërkon
më tepër që abuzim në vend pune, flasim edhe për këtë, domethënë që të dërgon një email jashtë orarit punës, të merr telefon jashtë orarit punës, edhe ti detyrohesh ta bësh këtë. Patjetër, shiko, nuk është një vijë lineare ose një situatë bardhëzi. Ka shumë zona gri pse ndodhin këto lloj situatash. Dhe pse akomodohen këto edhe nga punëmarrësi shqiptar, sekundër pse imponohen nga punëdhënësi, nga eprori, nga vendimarrësi. Po, nëse e marrim makro dhe ne diskutojmë për një model që është shumë larg realitetit të ekonomisë tonë, edhe të tregut të punës, mendoj që kemi akoma shumë për të bërë për të normalizuar këto mënyra pune që kanë të bëjnë pikërisht me këtë që ti përmend, me kontaktin jashtë orarit të punës, me të punuarit jashtë orarit të punës, me pretendimin që punëdhënësi ka që punonjësi duhet të përgjigjet në çfarëdo ore të mbasdites apo të fundjavës apo nganjëherë edhe në gjatë lejes, gjatë pushimeve të tyre. Kështu që duhet punuar me këto që janë më jetike akoma, që më pas gradualisht arrim në këto modele që janë pak më të avancuara. Aty është edhe çështje e mos organizimit nga ana e punëdhënësve. Pra mungesa e sindikatave, mungesa ti nuk e, sepse tek për tek një nga një individualisti nuk e pushtet përpara kompanisë apo institucionit ku ti punon. Por nëse je i organizuar dhe flet në emër të gjithëve që bëjnë ato grevat, fjala vjen, nuk të dalin në punë këto dhe ke fuqi negociuese shumë të fortë. Po, eksakt, sepse kështu funksionon edhe në botë. Një zgjidhje mund të ishte në përvojën time amerikane, për shembull shumica e njerëzve atje punojnë me orë, pra paguhen për orë. Dhe ti shkon atje, fut kodin në momentin që hyn në punë dhe nxjerr kodin në momentin që del nga puna. Dhe nëse ai të thotë ty shiko, do rrish edhe 2 orë tjera, ndërkohë ora vazhdon dhe ti në fund të javës do të paguhesh për çdo orë, madje do të paguhesh ekstra, një herë gjysmë për çdo orë mbi 40 orë. Edhe shumë njerëz nuk e kanë problem, thonë do punojnë 46 orë, ato 6 orët mbi këtë më paguhen, nëse marr $10 ora, po e marr për të thjesht, do më paguhen $15 ora, ato 6 orët e tjera. Dhe është pra dhe se këtu ndodh abuzimi. Punëdhënësi i cili e paguan me një rrogë fikse X-in, thotë do rish sot deri në 9 darkës, se kështu e kemi punën. Edhe ai duhet kishte ikur në shtëpi në orën 5, shtoi edhe 4 orë, ato 4 orët janë qari i punëdhënësit, nuk i paguan fare. Edhe menaxhimi i gjërave ndodh kështu që për shkak se Y-ni që është një tjetër punonjës atje i vonon gjërat, nuk i bërtet njëri, sepse në fund fare nuk ka dalë një lek nga kompania. Por nëse kompania do të paguante për çdo minutë të shfrytzuar jashtë orarit, do kapte përveshje atë tipin që bën vonesa dhe thoshte ti s'mund më mbash mua këta njerëzit në punë deri në orën 9 darkës se i paguaj unë ata. Po, problemi që ndron, ky është një model shumë i njohur dhe modeli amerikan është në shumë raste shumë pozitiv si benchmark ose si një bazë krahasimore, sidomos për profilet komerciale. Se thotë edhe shefi, më fal, i departamentit thotë në orën 3 kur e ke për ti nga puna të dua jashtë këtu, se s'dua të të paguaj overtime. Po, pikërisht. Po zakonisht në Shqipëri këto modele merren parasysh si një bazë, si një shembull për pozicione komerciale, që janë pozicione që punojnë me target, që punojnë me një objektiv të caktuar. Tani po ta përkthejmë të realitet në pozicione ku ka një mungesë qartësie në objektiva, e vetmi mjet kontrollues është koha fizike që ti ke në ambientin e punës. Dhe prandaj çdon si sistem. Pra, nëse mua do më pyesni cilat janë arsyet pse 32 orëshi në javë nuk funksionon mirë në Shqipëri, një nga arsyet kryesore, po ta marrim pak më makro në asensin e menaxhimit, është sepse ne akoma veprojmë me një model drejtimi që është pak i vjetruar për kohën kur po punojmë, ku koha fizike brenda në ambientin e punës ose të monitoruarit fizikisht që ti në ambient pune, unë këtë e paralelizoj që ti je në punë, je duke punuar. Një nga arsyet kryesore pse vështirë të funksionojë është sepse në shumë kompani, në shumë institucione ka akoma një mangësi në mënyrën se si përcaktohen objektivat e qarta. Pra pyetja jonë kryesore është ku ishe dhe jo çfarë përfundove, çfarë prodhove. Nuk matet vlera e punës me produktin final që ti ke prodhuar, po matet vlera e punës me faktin që ke qenë fizikisht në ambientin e punës apo jo.